Harta protestave kundër ndërtimit të resortit luksos në Zvërnec është hapur deri në Shkodër. Pas protestave në Tiranë dhe qytetet e tjera, tubimi janë zhvilluar edhe në qytetin e Shkodrës. Qindra qytetarë janë mbledhur në qendër të qytetit për shprehur kundërshtimin ndaj projektit dhe për të ngritur zërin kundër korrupsionit. Të rinjt, moshuar dhe fëmijë u mblodhen pranë kishës së madhe në Gjuadol për të nisur më pas marshimin drejt Bashkisë së Shkodrës. Me mesazhe kundër korrupsionit, protesta ishte një thirrje për mbrojtjen e pasurive publike dhe interesit qytetar. Ne duhet të protestu për Vjollin, duhet të protestu për Threthin. Sot duhet të protestu edhe për familjen. Duhet të protestu për familjen, sepse familja po tentohet të po luftohet si pjesë e agjendës ultraliberale që e ka. Kjo protest nuk ishte anashkalume, sigur të ndodhte, sepse unes nga Rjolli, marrë Shqipëria unes nga Rjolli, Shqipëria shkatrutas 2-13 vjetë, Shqipëria shkatrutas i 100 vjetë, por Rjolli e griti protest. Ato ja rrisin rrogat vetës, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë në aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ja ka rritë që shpi ma diten, mos mo anku, mos me folë me dyru. Kështu kjo gjo, tash vazhdon. Por jo i të mësoj shohë që steme që s'murë me folë. Kjo gjo sot nuk vazhdon kështu. Kjo gjo sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Kaq. Katër sati që unë i bëj një pyetje vetit. Pse zoti kryeministër don me zhvillu vendin me pikërisht 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtura, pasuri natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jon po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me dhënë shpejtë, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jon po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shku në arsim dhe nuk ka mandat. Protesta në Shkodër konfirmon se lëvizja nisë për Zvërnecin po shtrihet për te jugut të vendit dhe po merr për masa kombëtare.